që e kam trajtu edhe me kardiolog që kemi fol për rritjen e numrit të rinjeve që kanë probleme me aritmi, me fibrillacion arterial, me probleme tjera të cilat ndodhin për shkak dinamizmit, po ndoshta duhet me përmend që në raste të tilla duhet me ulëmtu edhe apnen e gjumit. Kjo është edhe qëllimi jon, ne po shpresojmë që në këtë maj do ta bëjmë një konferencë vetëm për apnen e gjumit. Konferencë mjekësore. Normalisht kjo është për njerëz që mjekësisë. Sepse aty nuk, domethënë pak mund më informu popullata e gjerë, po konferenca është për njerëz të mjekësisë. Dhe pikërisht qëllimi është që gjithë konferenca, domethënë që do ta bëjmë në maj, edhe do të organizohet nga shoqata pulmologët të Kosovës, do të bëhet fokusi ka me qenë vetëm të apnea. Gjitha temat kanë me qenë për apnea e gjumit, edhe ku do të marrin pjesë edhe kardiolog me temat e tyre që